Atë na që meteori i ra, bota jonë ndryshoj për gjithmonë. Bjazagon! Pantaro! Dhe Thrashi! Herojnë Tango Jitsu, kanalën e planetit tonë që të shtuk një herë e mirë, Ligës sej! Fuqia Go-Jitsu! Por tani që bota është e sigur, çfarë aventure të re du të kenë herojt e Go-Jitsu? Ja ku e ke çokoladën bashkë me patatinë ti, por si dhe ju me boronisa, të bëf të mirë, ha? Oh, kutia, kam diçka në ngrirje. Oh, jo. Elet, ka ushqim për të gjithë ju, pesh për ju dhe akullore për mua. Me nga dal, miq, bëni kujdes me krahun tim. Jam delikat. Jam duke ardhur! Po, haha! Hej, Bjazagon, çfarë mendon për mjetin tim gulëshues? Është në proces pune. Teknologji e mirë, Kenji. Goalkeeperi duhet të jetë me të vërtet shumë krenar për ty. Ti po e trajton mirë trashëgimin e tij. Ai e adhuron atë. Gjyshi im më tha që lëshuesi Gu që kam bërë është e përsosur kundër së keqes. Nëse do të kishte ndonjë keq bërës për të luftuar me të. Të mungon që të shpëtosh botën apo jo? Unë? Jo. Unë pastrova botën nga e keqja dhe tani po pastroj kopshin zoologjik. Kjo është më e mira. Sa herë të keqi që ka. Po, nuk do ta ndëroja këtë punë për asgjë në botë. Kështu do bënte Pantaro bashkë me Thrashin. Si po kaloni ti, ha? Bere qavës. Ndoshta bota ka nevojë për ndonjë shpëtim këtij rrotull. Shikoni, është duke rënë një yll. Nxitoni, le ta shohim. Ato nuk janë yje, që kanë meteorë të stërmëve. Ato janë duke ardhur drejt nesh, plako. Është një evolucion i ri i Gus. Një meteor i stërmadh, por një ndryshim të masë i dukshëm. I madh dhe i fuqishëm. Dhe më shumë stil. Shiko gjithë këtë formë. Është e lavdashme. Lordi i madhërisë! Bota është në rrezik, Pantaro. Superfuqia Gutrongs duhet thirrur tashmë. Meteori i goditës duhet ndaluar. Superfuqia Gutrongs. Superfuqia Gutrongs është një shije re akullore e duket e shishme. A je mirë, Pantaro? Po, por bota nuk është. Ky meteor është një gjepsi e gjallë. Me sa duket ja ku janë herojnë e Go-Jitsu që rikthehen punës. Kjo do të thotë që edhe djemt të këshin janë rikthyer. Vendi Rok Gjavit është kthyer punës. Do njëri? Sa më ka marrë malli për sherr. Çfarë dreçin? Ti prish mallin, ti do ta blesh. Lëri fare, s'ka rëndësi. Mami, më shiko sa i bukur janë bërë sot. Janë bërë ala me bure. Shikoje veten. Ai është një gu i mirë. Unë jam Octopus. Ai është Ludwig. Si u bëre pjesë e meteorit goditës? Që rëndësi ka?
Vendi Rock Gjavit është mbyllur për sot. Kam ca shpirtra të mirë këtu, soku. Këtë muskuj, duan prafranic për të bërë. Kjo është fuqia e meteorit goditës. Jo, nuk është në fakt. Është fuqia e Rock Gjavit. Përballo pa ta mbajti dhe më të që mirë. Çfarë do na bësh, Goi Nugs? E kam Slodwing, plasje në gjithshme. Mjaft! Ai e filloi pari. Nëse sillesh ashtu siç duhet, Rockjav ka për të dhënë një fuqi e pakuptueshme. Po vdes për pak fuqi. Mund të bëhet e jotja, por me një çmim. Ma thuaj atëherë. Duke ju dhënë kërcish goditjes së meteorit. Kjo gjë më fut të dridhurat. E po, më mirë të filloj. Më mirë se sa të kesh uri. Ata! Au! Fuqit tona nuk krahasohen me këtë. Superfuqia Gutrongs mund ta shkatroj. Atëherë duhet të gjejmë superfuqin Gutrongs përpara se të jem të këqin të hapësirës ta gjejnë. Shumë vonë. Rockjav, çfarë ti ndodhi gust tënde? Fal miqve të mi të rinj. Unë jam më shumë rongbroja se sa Gjavi. Goxha më të një boqë pas këni miq. Por mos harroni se këtë meteor do ta marr për vete. Ti mund të jesh I madh, por ti mbetesh një Wilder I çuditshëm si zakonisht. Po pra, ne ende e kemi gun. Mbaj atë gu tani dhe mere që tani. Sepse meteori goditës ka nevojë për pak ushqim. Meteori goditës është krijesa nga vizioni im. E po çuna jepi ndonjë akullore me boronica ti. Meteori goditës nuk ka nevojë të ushqihet me akullore. Ai ka nevojë për botën. E po jo për sot, plako. Shko kapën ata, miqtë e mi. Rezatili shpërthyes kozmik. Jo. Bala nxituese. Punë paqme thrash. Lazaretja në gjithse. Shënjësor si galaktik, plasas! O, ta shumë si të reagoni me këtë djema. Për plasje shumë fishuese meteori. Ju të gjithë nuk keni potencialin të daloni goditjen e meteorit. Doni ta provoni një herë? Dëshuesi elastik bu. Po jam akoma duke punuar me këtë. Kur goditja e meteorit të zgjohet, ai ka për t'ju ngrënë botën tuaj. Përveç pjesëve të mira që unë dua që të marr, apo jo? Patjetër. Po. Duhet të shkojmë. Ne duhet të gjejmë atë hero, superfuqin Gutrongs. Djema, kam gjetur gjurmuesin e vjedhur të meteorëve nga gjyshi im. E mirë, në rregull. E di që afut akot. Por, mund të gjurmoj meteorët për rreth botës që janë. Ky mister duket I veçantë. Kam një ndjesi që këto meteorët bashkë me superfuqin Gutrongs kanë një lidhje. Le t'i futemi gjuhëtisë të meteorëve, miq. Fuqia goditës! Motin zet Jakubovi! Thuaj se mbërita, Kenji. Jam afër gjurme të meteorit goditës nga superfuqia Gutrongs. Si po shkon me lëshuesin e Gus? Mund të them se mbaroi. Do ta shfrytojmë botën në çdo kohë. Telefonë më vonë. Shihemi se shpejti djalosh.
Sa e thjesht mund të jetë. Ti kapësh me llavën e nxehtë të vendit, disa heronj të përkohshëm, të shpëtosh botën dhe më pas, Shiko mbrapa! Çfarë ndodhi kështu? Ti bashkë me fuqitë tua të liga, ke ardhur të kapësh në vendin e llavës, duke bërë një kërcënim. I lig? As pak mirë. Më fal Gokuq, nuk të lejoj ti bësh gjë meteorit. Ha! Ti bashkë me meteorin, nuk do ja dalësh. Goditja meteorit, nuk do ta lejoj. Të bësh sop botën dhe ta sjellësh sikur do të jesh shfaqje rock and rolli. Do të luftosh për plasje shumë fishuese meteori! Prit një sekond. Ti the goditja e meteorit, të njëjtën që tha dha i Xhembaxhi që përmendja të emër. Po, ngjitja s'ka kataklizëm. Ja! A mund të ndalosh, ashtu si ti dua dhe unë t'i ndaloj me njëherë ata keqbërës, mirë? Për të ndaluar Rockjavin, na nevojitet ai meteor për të rritur evoluimin ton të përshpejtuar, Gua, më kupton? Ata e paskan meteorin në duart e tyre, pra bota shqyn nga në një rrezik të tmerrshëm. Vetëm nëse ne thërrasim superfuqin Gutronks. Më fal për atë që ndodhi më parë. Unë jam Rino Guri. Emri im është Blazagon, rreth meteorit. Po të qeras me diçka. Kemi një ndriçim të llavës sa për t'jeni. Ti do të adhurosh këtë. Parzmorja fuqizuese të llavës! Parzmorja meteorit u shfaq! Wow! Kjo është një gue përsosur! Më duhet të bëj një telefonat. Heronjtë e Gojitsu është e vendosur. Meteorët kanë fuqinë që do të na duhet për të thërritur superfuqinë Gutronks. Goxha lajmi mirë, kokë fort, dhe unë kam lajme gjithashtu. Kam vënë re edhe një tjetër meteor. Përse nuk solla për forcime me vete? A nuk ishte më të lehtë se kaq? Një pjesë e zakonshme? A grepi? Më lejo të jap një përgjigje në lidhje me këtë. Pra, çfarë është ajo gjë aty? Kush, miku im? Kush është ajo? Është meteori goditës, më i plot fuqishmi. Dhe tani është koha që ta ushqejmë. Më mirë që ta lë këtë vakt. Për mëngjes kishe ja caburito sot. Dhe kam grënë një 8 copë si ato. Jo ti, kokbosh. Por meteori ka nevojë që të ushqet mirë dhe pastaj do të nxjerrin fuqinë e tij. Me që po flasim për fuqi, por unë ku do e marra atë që meritoj tashmë? Do keni nevojë për mua nëse ato gutrashet e dregjit unë bamedot të gatërohen me punët tona. Pra, si do që të jetë, do ta gjynjësosh botën ndaj fuqisë së madhe, duke komanduar fuqinë galaktike në këtë valle. Duke i treguar botës frikën që të mos mendojnë për këtë shtrigën. Unë dua të gjithë parkun për vete të muzeumit. Çfarë doje? Unë jam bori më i pashëm që mund të shikosh dhe më i zgjuari që mund të takosh. Më duhet të kem shumë fitore, sa që këmbëve t'i jap një shikim të bore. Sinqerisht, shiko sa të pasa kristali kam këmbë. Nuk dua yllin pasënë se kam zili. Dua të përgatis veti për pak lumturi. Do ta sjell botën rumbullak ashtu si një portokall. Që Rockjavit të shlirohet fort dhe të heq këtë ha. Ushtrin time në vendin e Rockjavit unë tu ta kem. Qastjoni në vend, mos më hapi asnjë problem. Kalja mo që veshin bluzet ako koshka të Rockjavit. Qastjeri për tyre, mos të kitë kuzim të gjëmamit. Çdo të cepi mund që më këti vendi. Duhet të shikoni pikturën e zoratit tim. Hej, qa kakën pëpët? A nuk do të qëndrosh më gjatë, ndaloj atë. Rockjavit ti mirë qa bënde duke shvetullon bacen. Me kitarë në dorë do të bëj shfaqen. Sepse festa betet vetëm e nja. Rockjavi risi mburoj lartë në përshpia. Jam pra Kushenova.
Unë jam si Rambo. Kush ka përfitu? Di që unë apo jo mërnish? Findi Rock Gjavi. Ma kalanta. Mendoj se nuk e kuptova mirë. Ti po don ti me për pak sher. Po harron emri tim që kam si për tritave mërder. Unë bita akord me ty, se që asu ma jo të komandon, po a bëj një pak të bukur pra. Me emri, Vendi i Rock Gjavi. Ah! Lironi! Çfarë duhet të bëjmë? I malli meteor! Oh, Lironi! Lajme të mira, shiko këtë gune mrekullueshme të përditësuar. Le ta gjejmë atë meteor të fshehur, mik. Parsmorja e meteorit Karcitës. Je bëri pashëm top zjarri, tashmë agjetin në dorë. Wow. Po si vallë përfundova deri këtu. Kjo duket shumë e njohur. Dhe ai është heroi nga vizioni im. Superfuqia Gutronks. Pjesët e meteorit. Të tre që bëhen në një. Dhe heroi që shpëton të gjithë botën. Por si? Unë të njoh ty. Fuqia e të treve duhet bërë në një. Pra që në ti? Ti ka ardhur nga meteori? Ç'kemi? Ç'kemi? Vetëm së bashku mund ta mposhtim goditjen e meteorit. Ç'kemi? A je mirë? Prezantimi shpërthyrës kozmik. Kjo ishte tepër, provoj këtë me që kërkon vetë bishti i xhunglës. Në rregull, tani jemi barazim. Jo, më duhet të gjej superfuqin Gutronks. Betejë ime nuk është me ty. Më pët qefi që u ktheve në vete. Hej, dhe merre një si kjo po ashtu. Kjo që po kërkoja. Emri im është Jaguar. Dhe unë jam Pantaro. Kushëri i largët? Jo në gjane shumë me njëri tjetrin. Sigurisht. Plazagon, thrash, e gjeta meteorin tim. Mendoj se copëzat janë çelësi i zgjidhjes, e mësova këtë nga një mik. Thrash? Ja ty? Paske zënë shoqëri, shumë mirë kjo. Thrash, kapa atë meteor që kanë ngelur dhe jetë e kopsit zoologjik. Wow, po tani çfarë ka? Wow! Mendoj se ja futa kot. Çfarë po ndodh? Nuk e dia që ky paska qenë kaq i madh plako. Çfarë pamje? Evolimi përsosur guje. Goxha i mirë apo jo? Ky është Rino Guri. Gëzohem që të takoj, Rino Gur. Ai është Jaguar. Ai është një ekspert meteorësh dhe një hedhës i mirë. Hej, gëzohem që të takojmë në fund. Paske goxha pozitivitet. Çfarë ishte ajo? Ishte Kenji, është nipi i zookeeperit. Po punoj akoma me sa gjëra. Wow! Goxha lëvizje Kenji, kemi ndonjë përditësim nga thrashi, ku ndodhet ai vallë? Në asnjë vend tjetër përveç aty ku ishte para një ore, rreth meteorit, duke shkuar sa ndej këtej kështu.
E, Thrash, a mund të nëcitosh dhe ta marrësh atë këtu? Po muhabet plakash, po bëjmë ne më plak, po më kaloj njëta para syve këtu më lale. Qetësohu karamele, qetësohu, ne mund të komunikojmë dhe të flasim ndryshe ormik, mjaft bërë si çmendur. E po mirë, pra vete kërkove, për plasje kozmike! Më lion të të bëj qik masazh, si mendon? Wow! Këtu pas kësën mora ti, Eshe, nuk jam që në keqë unë më lale. Kuqi! Unë jam pikërisht persone që ti ke dashur. Eshe, ngjyrë blu, si qielli, një çun malamet formash me muskuj barku. Oh, tani po skuqem nga turpi. Po përse bëra atë? Bukur, kjo është për mua. E po mirë atër, e di që është më e mira? E di qfar? Do të quaj bishti helmues. Si të duket kjo? Eja pra, do të prezentoj menaçut e mi. Ti e nanën time dhe i meteori keq i gust nuk ka shanse të na mposht. Me të thënë të drejtë, ky është eventi i trenave më i çuditshëm që kam parë ndonjëherë. Ku do t'i fusin njerëzit? Njerëzit, ata do t'i fusin brenda. Madje dhari që thifin do futet brenda, sepse meteori goditës do të kapëroj botën tënde. E po, jo të gjithë botën besoj, apo jo? Duhet të rinjit e pak njerëz për parkuntim të Rokgjavit, mirë? A ke në një ide se si mund të aferasim superfuqin Gutrongs, Jaguar? Është koha e tur për të na e thënë. Si kur ta dija, kurët tuaj të çmuar dhe të veçantë kanë rregulla të veçanta. Por ndje që ti bashkë me miqtë tu jeni Chelsea. Çfarë nga drese? Jo dhe aq, ne jemi Chelsea që të tharasim superfuqin Gutrongs. Dhe ky është Rinoguri dhe Jaguar. Dhe ky është bishti helmues. Gëzohem që ju takoj, por ne na duhet të ndalojmë këtë meteor, sepse ai po haq gjithë meteorët e tjerë. Sa më shumë meteor klapëron meteori goditës, më i fuqishëm ai bëhet. Unë kam një ide të mirë. Do t'i vë kapakun këtij muhabeti me këtë lëvizje. Parzmorja e meteorit rrotullues. Eja pra, bishti helmues, let ja nisim. Ja nisim, e betisim, duket si Kozmo Goditja. Prezantimi shpërthyes kozmik. Bishti i tempullit. Ja ku po vjen. Meteor masiv ka nevojë për ushqim. A i ka qef meteor sanduiqe me kastraves liko ose gjallë kikiriku me Haribo në forma rushi? Jo. Ludwig, ka ndonjë që nuk s'kon? Na duhen meteor! Duket sikur ka krijuar një kanalizim rruge brenda një shkërtë të tjere. I kanë ata meteorët tanë. Koha për t'i treguar heroinëve budallin të kofshit zoologjik se kush është në të vërtetë në krye. Ne morëm sot gun më të mirë që kishim. Meteori goditës dëshiron meteorët e ti, heroin zero të Gojitsu. Këtë dig do t'a shëmbim që tani! Të paktën për sot nuk do e bësh. Bishti i xhunglës. Hej! Po e haja me gjithë qefata! Armatura rover shkëmbore! Në ëndrat e tua, Rokgjav! Futja me kamzhik! E kuptova ormik, e meriton se është i keq ai! Se është për të qeshur! Meteori goditës! Ushqim! Sulmi shpërthyes katapult! Çfarë? Më ul poshtë! Thuaj çfarë të duash! Vazhdo pra bishti helmues!
Ta ti mund ata herojnë të mallkuar, shef, të premtoj! Jo, nuk doja dalim, nëse nuk o tas, ata krep si fillim. Ma lër mua! Edhe mua! Ja ku po vinë, që të gjithë jeni gati! Thuaj, lëm të mirë shoku tënd. Dhe përshëndetet pa. Vishtim të ke prurës! Ato janë duke ardhur drejt nesh, plago! Ky meteor është një gjikësi e gjallë. Meteori goditës duhet ndaluar, duke ju dhënë kërcish goditjes së meteorit! Balancituese! Rezatimi sforcimës kozmik! Shuesi elastik pu! Superfuqia Gutrons duhet thirrur tashmë! Fuqia Gojitsu! Superfuqia Gutronks është një shije reakullore duket e shishme. Herojnë të Gojitsu, goditja e meteorit. Çdo të shtunë, ora 18:00 do të jetë disponueshme në kanalin